Banori Big Brother VIP5 DJ Gimbo ka rrëfyer së fundmi për lidhjen e fortë me Gjestin. Sipas tij, bashkëpunimi i tyre i pandërprer prej 8 vitesh ka krijuar një afërsi të rrallë të bazuar në besim dhe respekt të ndërsjellë. Ai ka theksuar se lidhja mes tyre ka kaluar përtej skenës dhe muzikës, duke u shtrirë edhe në jetën personale. Ne nuk jemi thjesht koleg, familja e tij është familja ime. DJ Gimbo ka ndarë gjithashtu momentet e vështira nga periudha pas humbjes tragjike që goditi familjen e Gjestit. Ai tregoi se ka qëndruar pranë tyre për një kohë të gjatë duke e përjetuar nga afër dhimbjen e madhe që la pas ndarja nga jeta e vëllait të artistit. Sipas tyre, kjo ngjarje ka lënë gjurmë të thella emocionale, të cilat vazhdojnë ta shoqërojnë edhe sot. Rikujtojmë se një moment tepër i ngarkuar ishte ai për DJ Gimbon, ku në debat me Rogertin ky fundit e pyeti se si ndoroi jetë vëllai i mitur i Gjestit. Në këto momente ai reagoi ashpër duke i kërkuar që të mos merret me një fëmijë që ka ndëruar jetë, ndërsa i kujtoi se nuk ka qenë vetëm vëllai i shokut të tij më të mirë, por e ka pasur si vëlla të vogël. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.